me bo një spjegim, Vjosa Osmani është presidenti Albin Kurtit, jo PDK-s. As LDK-s, Albin Kurti ka po presidenti Vjosa Osmanin. Po që ja ka dhonë LDK-ja një të shtyme, s'ka dyshim. Okej, po është me rëndësi diçka me thonë. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani nuk ju mprish se nuk i ka rritë rrogat Albin Kurti. As nuk ju mprish kur orë drofti maj keq i asociacionit komuna me shumicë serbe që krijon autonomi për shumicën serbe këto. As nuk ju mprish kur Kosova ka hyrë në sanksione nga Bashkimi Evropian. As kur ju mprish raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u ndal dialogu strategjik. Për asnjërin prej këtyre këta nuk ju mprish. As Vjosa Osmani se prish me Albin, as Albini me Vjosën. Ju mprish veç një moment, kur ka orë çështja tek pushteti. Albin Kurti ka dashur edhe atë pushtet për veti, Vjosa Osmani ka dashur edhe një mandat. Qytetarët e Kosovës është mirë me ndu kush flet, kush është skenën politike që s'flet për qëto, po flet për interesin e tyre, që s'flet për pushtetin me absolut. Unë mendoj që për këto 2 vjet është veç një njeri, Bedri Hamza. Vetëm Bedri Hamza flet për çmimet, për rrogat, për rrugët, për shkollat, për mirëqenien. As fjalën mirëqenie nuk e gjeni fjalorin e Albin Kurtit. Unë besoj as Vjosa Osmanit sot, sepse dihet historia e ndarjes së tyre politike. Vjosa Osmani ka bërë një shërbim, mendoj unë Kosovës, duke mos qëndruar në anën e Albin Kurtit në këtë moment, për çka unë e vlerësoj. Mendoj që i bën një shërbim matutje me tregu për plot gjëra që ajo din për Albin Kurtin. Si është sjell drafti më i keq. Edhe plot gjëra të tjera. Ato ti je i bindun. I bën nder, edhe mendoj që për plot çështjet të cilat edhe ajo ka qenë pjesëmarrëse duhet t'i rrëfej sepse publiku ka interes me ditë çka ndodhi, si u pranu me autonomia në Ohër, me aneksin e Ohrit, si u bë tjetra, si u fut Kosova në sanksione 4 vjet dhe kur u hekën tash na thëshin na fsheu hekën. Ta kishin pas minutë që të nkuan kena me nejt. Po dhe komunizmi 45 vjet ka nejt dhe ec tani. Ec dikur kryhet, çdo mos kryhet atë. Në moment po na për 3 vjet i kemi hub miliona euro. 3 vjet ose 4 sa kanë thënë. Edhe ai çdosht, edhe bordi i paqes, edhe Ohri, edhe obligimet ndërkombëtare ka dush me janis me qenë edhe temat fushatës apo jo, kryesisht koncentrim në poshtë. Unë mendoj që pozicioni ndërkombëtar i Kosovës duhet me ka pjesë e fushatës, po kryesorja që mendojnë që duhet me kanë është mirëqenia e qytetarëve, çmimet, energjia, pagat. Por pozicioni ndërkombëtar i Kosovës patjetër. Sot jemi në një moment që është e vetmja herë, prej fillimit dialogut me Serbinë, që njohja nuk përmenet prej Serbisë, prej kërkuina. As amerikanët, as evropianët. Ky degradim i dialogut duhet ndalet. Një e dyta është hera e parë. Ato është në... është hera e parë... është në akt të mbrojtjes të Shtetet Bashkuara, përmendet njohja reciproke. Amerikanët s'kanë ndruar qëndrim edhe jonë ka thonë publikisht. Ajo për herë të parë, me marrëveshjen e Ohrit që ka bërë Kurti, me aneksin e Ohrit, dhe marrëveshjen e Bukserit dhe aneksin e Ohrit, procesi i integrimit evropian të Kosovës është i lidhur me procesin e progresit në dialog. Është një nen atu që shkruan, thotë, palet merren vesh që rruga atyre evropianët lidhet me avancimin dialog. Pra sot na e kemi të lidhur procesin e integrimit evropian për parimin e integrim me dialogun me Serbinë, gjë që s'është dashur ndodh. Këto gjëra mendoj që duhet të shërohen, këto plagë që kanë hapur Kosovës me sanksionet, me raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne s'kemi ambasador gati 2 vjet. Kjo tregon është shkëput dialogu strategjik. Që me shpjegu pak për publikun që do të thonë dialogu strategjik. SBA ka ambasada gjithkund botë, po jo gjithkund ka dialog strategjik. Dialogu strategjik në kupton një mekanizëm ku SBA ka një raport special me një vend, edhe vendos me hyrë në dialog për tema specifike me radhë. Sot është energjia, për shembull.